Kjo është banesa e një prej personaliteteve më të shuara të lëvizjes për çlirim kombëtar, njëkohësisht edhe kontribues për arsimin në qytetin e Korçës. Bëhet fjalë për patriotin Dimitër Emanuil Mborja. Dimitër Emanuil Mborja lindi në fshatin Mborje të Korçës në vitin 1884 e më pas me tatin dhe vëllezrit emigrua në Bukuresht. Atje ai u përkushtua çështjes kombëtare. Në këtë kohë, Bukureshti ishte një nga qendrat kryesore të lëvizjes kombëtare shqiptare. Në tetor të vitit 1912 shpërthyen ato që njihen si luftrat ballkanike, ku shtetet e Ballkanit asaj kohe, Serbia, Bullgaria, Greqia dhe Malizi sulmuan perandorin osmane dhe kërkonin ta përzinin perandorin osmane nga Ballkani me qëllim marrjen e territoreve të saj, por ato territori ishin territoret shqiptare. Tani elita politike, kulturore e Shqipërisë asaj kohe vu në dilemë. Çfarë duhet bëjmë ne tani përballë këtij momenti? Dhe të udhëhequr nga Ismail Qemali, ata u nisën nga Stambolli dhe shkuan në Bukuresht. Në Bukuresht, në nëntor u mbajt pikërisht ajo mbledhja ku si thua hodhën themelet e shtetit shqiptar. U diskutua çfarë do të bëjmë tani. Dhe ata morën vendimin dhe për krahun Ismail Qemalin. Dhe një nga këta kontribues ishte Emanuel Mborja. Ai e shoqëroi atë deri në Vlorë, gjatë gjithë udhëtimit të tij dhe ai pikërisht në Vlorë firmosi aktin e pavarësisë. Familja Mborja njihet dhe si familje filantropësh. Në vitin 1920 ata vunë në dispozicion banesën e tyre për liceun e Korçës për sa hapur. Ajo banesë nuk është sot, një banesë tjetër e tyre ndodhet sot në Kemp. Babai i Dimitrit, tregtari Visk Mborjari, kur u shpërngun nga Mborja, shtëpinë e tij e dhuroi këtij fshati për shkollë shqipe.